Spanja rrezikon të përfundojë si Greqia. Kriza po përkeqësohet dhe agjencitë e huaja po zhvlerësojnë dita ditës aftësitë e saj kredituese. Vështirësitë e mëdha financiare në të cilën ndodhen aktualisht disa banka të mëdha spanjolle po detyrojnë qeverinë e Mariano Rajoyt kërkojnë ndihmën e Fondit Evropian të Shpëtimit. Burime nga Komisioni Evropian dhe zyrtar të lartë të qeverisë gjermane njoftuan se qeveria spanjolle pritet i dorëzojë të shtunën ministrave të jashtëm të Eurogrupit kërkesën për një fond nga 50 deri në 100 miliard euro. Ky fond do të përdoret për rikapitalizimin e bankave mes të cilave edhe Bankia. Zëdhënësi i Komisionerit Evropian për Politikat Ekonomike dhe Monetare, Amadeu Altafaj, tha në një konferencë përshtyp se një kërkesë e tillë ende nuk është konfirmuar. Megjithatë, Bashkimi Evropian ka shprehur gatishmërinë për të ndihmuar vendin iberik. D'abord, nous n'avons pas de nouvelles. Para së gjithashtë nuk kemi njoftime për një kërkesë për asistencë financiare nga Spanja. Në rast të një kërkese të tillë, instrumentat janë gati për t'u përdorur dhe mbështeten me direktivat e përcaktuara në vitin 2011. Një kërkesë e tillë vjen pas raportit të Agjencisë së Vlerësimit të Aftësive Kredituese Fitch, ku parashikoi se Spanja kishte nevojë për një shumë të tillë për procesin e rikapitalizimit. Në raport thuhet gjithashtu se vendi do të përballet me një recesion ekonomik për pjesën e mbetur të këtij viti. Ndër të tjera, agjencia uli vlerësimin me 3 nivele për Spanjën nga A në 3B.